maleve, e sha do pak ende maleve, sha do investimin, sha do turizmin kur s'ke ujë, e kur s'ke ku me bajnë ndërtim. Po t'ishte puna për të bajnë ndërtim hotele, për të mirën e komunitetit, për njëtarën të zonës, imi këtë dakord, ulla, bisedojmë, flasim. Por pas lloj kontrate, se prona nuk lëshohet pa kontratë me aktën notariale. Për me qenë e lishme, edhe unë ka shkisha atë, ju falenderoj gjithë, ndoshta ta po mbender me ndaj fjalë, besoj se nuk u besdis, edhe fjalën ja jap Fran Nois. Hajde, këto. Edhe ngri për zonë, Ja, këtej. Jo, njëherë do të përshnesje. Spari ju përshnes pjesëmarrës të Kaqinarit, vëllezër dhe motra. Sot jemi mbledhur këtu të një problem që është shumë madhor për jetën e gjithë banorëve të Kaqinarit. Ndërkohë, unë nuk kam të shtoj më shumë se sa inxhinieri Gjon Pietri, një njohës i mirë i shpimeve dhe i ureve në toksor të gjithë Shqipërisë. Por, unë do të bëj një thirrje vetëm për specialistat që i kanë qenë pjesë e firmëtarëve që e kanë formuar dokumentacionin për ndërtimin e heceve. A i din ato shok, dhe shoj që specialistët pëse jeta mbi tokë, ndërtohet mbi 3 komponentët, drita, ujë dhe ajri, pa këto, a ka jetë, në që është do t'i marret ujë, ku të shkojë populli Kaqinarit? Si mund të jetojë atje? Nëse ujë të futet në për ato tubat mbyllur, ku të pinë ujë? Kafshet e egër, ku të pinë zojës, grabitçar tjerë, zvaranikët, ku të pinë ujë? Ato banorë që janë atje të dërët shkullin për atyre, sepse ato të sulin të burimet e pishme. Pranaj, duke ditë damin e madhe që sjellin, duke minimizue në minimum mbjelljet, jetën e banorëve atje, jetën e kafshet e egra, jetesën, ne i bëjmë thirrje Ministrisë të Industrisë dhe Minierave të anullojnë koncesionin. Është një koncesion që është ndërtuar mbi bazën e falsifikimeve të ato që kanë intereset e tyre atje. Prandaj edhe një herë, ne populli Kaqinarit do të qëndrojmë të bashkuar në mbrojtje e interesave tona, në mbrojtje të tokave të shtëpive tona. Çdo familje mbrohet me forcën e saj ndaj atyre që e sulmojnë. Edhe ne aktualisht firma ndërtuese po na sulmon. Ne do mbrohemi edhe një herë. Edhe shteti mbrohet nga sulmuesit e jashtëm. Prandaj ne edhe një herë ju bëjmë thirrje të bashkohemi, ta mbrojmë, sepse punojmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe mbrojmë interesat tona. Faleminderit edhe herë për pjesëmarrjen. Kam zërë me maj letrat, po të një kalësi. Hipur. A, nalë shumë. Përshëndetje. Të nderuar popull punëtor, bujor e trimat Kaqinarit. U falenderoj për pjesëmarrjen, për qëndresën tuaj ndër vite. Kemi protestue shpeshherë në katunët tona, në pikat e ndërtimit, në vendburimit e deri para pushtetit vendor. Do pëjti ka pak se kam një dorë të smunë. Pëjti, e ma se lu pëse s'kam të kalitaj. Bukur. Por, nuk kemi gjetë zgjidhje e nuk jemi dëgjue. Prandaj, sot kemi ardhur këtu para pushtetit qendror. Të më ngrejmë zërin për pasurit tona, siç janë ujë, tokat, trojet, mullit, stanët e bjeshkët tona. Populli Qaqinar ka jetuar me shekuj në Qaqinar, falë Zotit, natyrës që i ka dhënë ujin e tokat pjellore e malet dektorale. Disa grupet e errët në bashkëpunim me pushtetar po duhen të na vjedhin pasurinë tonë më të çmuar siç është uji. Për këtë nuk ka jetë dhe duhen të na lënë si peshkun mend. Të praktisim vendbanimet tona, të kemi jetue ndër shekuj, po na kërcnojnë, po na përçojnë,
në mënyrët më të ndryshme e më të dhunshme, që ne të dorëzohemi, por jo. Duhen të na i kthejnë pronat tona në përdënim të tyre, si që janë ujë, tokat, trojat, vrështët, e të gjitha ato që disponon fshati. Prandaj kam një pyetje, more qeveritarë, na thoni çfarë investimi i keni dhënë Kasinalit për 30 vite? Asgjë, zero. Pra, në Kasinal nuk merret asnjë shërbim përveç 2 apo 3 infermierëve që punojnë pa kushte minimale. Zonja Ministre, kemi respekt si femër për një institucion që të i drejton kaq të rëndësishëm. Pra sot kemi ardhur të protestojmë para dikasterit ku të i drejton, për të drejtat tona, për pasuritë tona, për padrejtësit që po i bëhen Kasinalit. Keni formosur për punime hecësh në mënyrë të pakontrolluar e të pastudiuar nga një njëra specialist në teren. Pra, ju me këtë investim bëni më shumë dëm se fitim. Kur ministria jeton e punon në Kasinor e populli në Tiranë. Prandaj do t'i bëjmë një thirrje. Mendohu një herë se ki popull ku do të jetoje, ti humbas të gjitha ato që kanë ndërtuar në trojet e veta.